Përdoruesit shqiptar të drogave kanë nivelin më të lartë të konsumit të kokainës në Europë, me 41% të përdoruesve që kanë konsumuar kokainë, përkundrejt 21% që është mesatarja e Ballkanit Perëndimor dhe 29% e Bashkimit Evropian, sipas të dhënave të sondazhit të Agjencisë së Drogave të Bashkimit Evropian, EUDA. Anketa europiane në internet mbi drogat, European Web Survey on Drugs, Blodhi të dhëna midis majit dhe korriku 2024 nga persona përdorues të drogës të moshës 18 vjeç e lartë që jetojnë në vendet e BE-s dhe jashtë saj. Në total morën pjesë mbi 66.000 persona nga 31 vende. Në Ballkanin Perëndimor u përgjigjen 4.442 individ të moshës 18 vjeç e lartë që përdorin droga: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Malizi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi. Analiza e përgjigjeve të anketuarve zbuloi gjetje kyçe mbi përdorimin e drogave në 12 muajt e fundit. Të dhënat publike përfshin gjetjet e përmbledhura të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Të dhënat e përgjimeve nga individët shqiptar për Shqipërinë u vënë në dispozicion nga EUDA dhe u përpunua nga Monitor. Kanabisi mbetet droga që konsumohet më shumë nga individët shqiptar, me 56% të anketuarve që kanë deklaruar që e përdorin atë. Përdorimi i kësaj substance është shumë pak më e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian, 59%, dhe më i lartë se në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është e vetmja ku kokaina është substanca e dytë më e konsumuar pas kanabisit. 41% e përdoruesve të drogave thanë se kishin konsumuar kokainë në 12 muajt e fundit. Kjo përqindje është 2 herë më e lartë se mesatarja e Ballkanit Perëndimor dhe shumë mbi nivelin e BE-s prej 29%. Në Ballkanin Perëndimor, substanca e dytë më e konsumuar është benzodiazepines, parecet, me 22% të përdoruesve, kundrejt 5% në Shqipëri. Në Shqipëri, substanca e tretë më e konsumuar është MDMA, ekstazi, 16%, e ndjekur nga kërpudhat dhe truflat. Kokaina pudër e ka konsumin më të lartë në bare, me 75% të përdoruesve të tij shqiptar që thanë që e pinin atë në lokale. Në shtëpi kishin konsumuar 69% e të anketuarve, në festa ose festivale muzikore 51%, në makinë 35%, në hapësirat publike si parqe 29%, në natyrë 29%. Kokaina kristal, crack, konsumohet më shumë në ambientet e shtëpisë dhe më pak në bare. Arsyeja kryesore e përdorimit të kokainës pudër është për të ardhur në qejf, për argëtim, për të reduktuar efektet e alkoolit, për të reduktuar stresin, relaksuar, për të bërë shoqëri, për qëndruar zgjuar. Ambientet e hapura janë mjedisi kryesor ku konsumohet kanabisi nga përdoruesit shqiptar, me 67% të përgjigjeve. Edhe shtëpia e vetja ose e dikujt tjetër mbetet ambienti i preferuar. Në festa ose festivale muzike ishte zgjedhja për 44% e të anketuarve. Arsyeja kryesore që i nxit shqiptarët përdorin kanabis është për të reduktuar stresin dhe për të relaksuar, për të ardhur në qejf, për argëtim, për të përmirësuar gjumin, për të menaxhuar depresionin, për arsye spirituale, për varësi, për të bërë shoqëri. 17% e të anketuarve shqiptar thanë se një nga vendet ku ata konsumonin kanabis ishte në shkolla, 11% thanë se e konsumonin në punë, ndonse me përqindje të ulët kokaina hyn edhe në shkolla, me 4% të anketuarve që thanë se e konsumonin edhe në shkollë. Më i lartë është konsumi i kokainës plur në punë, me 20% të anketuarve që thanë se kishin pirë kokainë në zyrë. Edhe për kokainën kristal, 17% e përdoruesve shqiptar thanë se i kishin marrë në punë. Kanabis me cigare, alkool dhe kokainë me alkool e nikotin. Përdorimi i shumëfishtë i substancave, i cili nënkupton konsumimin e 2 ose më shumë substancave në të njëjtën kohë, është raportuar për gjitha llojet e drogave. Sipas të dhënave të anketimit, për Shqipërinë rezulton se 70% e të anketuarve thanë se përdorin kanabis me cigare, nikotin dhe 46% thanë kanabis me alkool. 83% e përdoruesve të kokainës plur thanë se e kombinonin me alkool dhe po aq me cigare, nikotin. 26% e kombinonin kokainën edhe me bar kanabis. Një nga pyetjet e anketimit lidhet me burimin e blerjes së substancave të drogës. Për kanabisin, 46% e përdoruesve shqiptar thanë se i gjenin nga të afërm ose njerëz që njohin. 31% thanë që i kontaktojnë direkt burimet përmes telefonit, email ose mesazheve. Miq dhe shokët janë dhe burimi kryesor i gjetjes së kokainës dhe 47% përmes kontakteve direkte nga telefoni, mail ose mesazhet. Edhe për substancat e tjera si metamfetamin, amfetamin, heroin, burimi kryesor mbetet blerja nga miqt.